ndonjëherë pyes veten, apo jetoj jetën time, apo po krijoj përmbajtje. Për shembull, po ju jap një rast shumë të thjeshtë. Përpara shumë vitesh, se tani jam në një fazë që, të them të drejtën, shumë gjëra nuk më interesojnë. Kur kisha Instagram para shumë vitesh, hidhja disa foto dhe isha shumë më e fiksuar për të parë like-et. Dhe çuditërisht, atëherë një foto ime shkonte diku te 100 ca like. I kushtoja një rëndësi shumë pjesës së veshjes, përpisha të kombinoja veshjet sepse nisa si blog, por me kalimin e kohës kuptova që unë jam e aftë dhe u përpoqja që profesionin tim ta bëj më të dukshme në rrjetet sociale, sesa thjesht të përpiqesha të sidhja ndonjë modë apo ndonjë make-up, nuk e gjeja veten. Mendoj që ka njerëz të tjerë që e gjejnë veten këtu. Mua më pëlqen ndoshta të bëj make-up o të bëj për veten time pa parë njëri, ta rregulloj shtëpinë por pa parë njëri, dhe të bëj video udhëtimi për të hedhur disa video ose foto që unë dua, po pa ja treguar dikujt se si po kaloje të tjerë. Por jam dakord me njerëz që zgjedhin ta bëjnë këtë gjë sepse mua më pëlqen shumë të shikoj tek të tjerët. Por, në vërtet, po ta vini re këto rrjete sociale, fillimisht filluan si diçka e thjeshtë, hedhin foto, mendimi se çfarë do thonë të tjerët, e kuptoni? Sepse kush ekspozoi atëherë? Atëherë ekspozoheshin vetëm modelet, ekspozoheshin njerëz të veçantë që tregoheshin në televizor, më kuptoni? Që dilin nëpër televizione, gazetar, pra e thash model, stilist, dizajner, analist të ndryshëm. Më kuptoni, nuk ishte si sot, që sot i mund të shikosh çfarë do lloj njeriu, nga njeriu më i thjesht që jeton në një fshat më të thellë, dhe deri tek njeriu që jeton në qytetet më të mëdha, më luksoze, me standardet e jetesës shumë herë më të larta dhe më të mira. Por faktikisht sot Instagrami dhe Facebooku dhe rrjetet e tjera sociale po bëhen një pasqyrë e matjes së vlerave tona, duam apo nuk duam ta pranojmë. Pse gjithmonë në Instagram shikojmë njerëz që nxjerrin një jetë më të lumtur, një jetë luksi, dhe janë shumë të rrallë njerëzit që nxjerrin rënje, dështimet, bllokimet emocionale dhe çdo gjë tjetër. Pra ndonjëherë këto emisionet që janë si Big Brotheri, mua më pëlqejnë, sepse edhe këta vipat na tregojnë një pasqyrë të realitetit, se çfarë ata janë në të vërtetë dhe si sillen. Sepse sado që njeriu të përpiqet të krijojë lëra e gjithçka në sytë e kamerave publikut, apo të publikut, njeriu do apo s'do do dali tek ajo që është, tek e vërteta e tij, do zbulohet. Sidomos kur je përpara botës që të shikojnë të gjithë, ti do zbulohesh. Dhe mua ndonjëherë më vjen keq sepse dëgjoj dhe sidomos nga të rinj që krahasojnë në momentin që shikojnë të gjitha këto që shfaqen në rrjetet sociale, më vjen keq sepse nuk krahasohen me njeriu, po krahasohen me jetën që ato bëjnë. Po ku e dim ne si është jeta? Ore shikoni pak rastin e fundit të nënës nga Durrësit, cilën nuk e gjykoj fare për atë pjesë. S'dua të flas fare për pjesën e saj si nëna apo dhe për pjesën e fëmijëve, nuk më takon mua kjo. Por e vutëre në një emision që ajo foli dhe tha që fotot janë të modifikuara dhe ajo nuk ishte nëna. Pra, ajo ka marrë një fotografinë e saj, e ka çuar fotografinë, ka zgjedhur një vend ku dëshiron që të ishte dhe një trup që dëshironte ajo të kishte, pra super seksi dhe një fustan super seksi, dhe ja ku paraqit një fotografi me fytyrë, ndoshta me fytyrë, me disa karakteristika, sepse nuk ishte ajo në të vërtetë. Pra më kuptoni çfarë dua të them? Që ne harrojmë të pranojmë veten tonë, ato që jemi, kjo që jemi, dhe fshihemi mbas maskave të ekranit. Pra po pushtohemi, sepse ne kur ne shohim këto fitore të tjerëve, pra që nuk shohim, nuk po them këto të këqijat, po këto anët jo të mira të njeriu që të gjitha ne i kemi. E kuptoni që të gjithë ne i përjetojmë shumë gjëra me veten tonë. Madje përjetojmë aq shumë gjëra sa që po them, nëse do na shikonte bota, do na përkufizonte me terma shumë të ndryshme. Për të gjithë ne, pa përjashtim, se njeriu është krijuar i tillë. Po sa duam të shfaqim apo jo, është pjesë e jona. Por pse ti flasim, nuk bëjmë as pak keq. Sepse ndihmojmë njëri tjetrin, dhe në këtë mënyrë ne i tregojmë të gjithëve që edhe ne përjetojmë të njëjtat gjëra si ty. Dhe jo që duke ekspozuar të gjithë këtë luks, të gjithë këtë bukuri përpara nesh, të ndihemi ne sikur nuk jemi mirë dhe ata janë mirë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Vetë me sytë e mi kam parë njerëz që janë paraqitur shumë ndryshe në rrjetet sociale, ju betohem. Më ka bërë puna dhe jeta, dhe kur i kam parë në çfarë gjendje kanë qenë,
Realisht, kam thënë, Elisa, je shumë mirë. Edhe pse unë nuk jam në atë fazë, por ka pasur momentet e mia, luhatjet e mia që jam ndjer keq, kam thënë, po pse nuk e marr iniciativën për ta bërë dhe unë këtë gjë, po pse shiko çfarë bën andaj këtej, dhe kur e kam parë mënyrën se si ajo ka zgjedhur ta bëj apo e të tjerë pa dashur ta gjykoj, kam thënë, hey, je shumë mirë këtu. Prandaj neve nuk na duket jeta jonë interesante, sepse shikojmë këto që na paraqiten. Por ne harrojmë që jetën tonë interesante dhe të bukur e bëjmë vetëm ne, sepse lumturia varet nga vetë ne. Nga vetë ne si zgjohemi në mëngjes, si ecim në punë, si kthehemi nga puna, çfarë duam të bëjmë, mos u mbyllni vetëm në atë zakonin e punës, jetës së fëmijëve e të tjerë. I kushtoni vëmendje çdo gjëje, si ju që jeni familjar dhe ju që jeni vetëm. I kushtoni vëmendje gjithçkaje, por mos harroni veten. Mos harroni veten, nuk po them, vendosni primare gjërat kryesore, por duke mos e harruar veten tuaj. E në fakt unë kam arritur në atë pikën ku mendoj që jo çdo moment i bukur ja vlen të postohet. Realisht e kam. Unë jam njëri që kam postuar shumë nga jeta ime. Ndaja shumë në rrjetet sociale. Ndaj ende, por jo gjithçka. Më thoni, nuk ndaj gjithçka. Për shembull, në verë ka pasur shumë momente që unë nuk kam ndar foto. Kam ndar foto udhëtimesh, por jo të gjitha. Ka pasur dy udhëtime shumë të bukura të cilat nuk kam ndar. I kam mbajtur për vete. I kam mbajtur kujtimet dhe fotografitë vetëm për veten time. Në fakt jo çdo jetë e qetë duket e bukur në rrjetet sociale. Donjëherë momentet e vlefshme janë ato që nuk i sheh askush. Një kafe në heshtje, një bisedë e sinqertë, një ditë normale pa filtra, dhe në fakt pyetja nuk është a janë rrjetet sociale të këqija. Pyetja është apo jetoj jetën për veten apo për të tjerët. Sepse kur telefoni fiket apo story largohet pas 24 orësh, jeta jonë vazhdon dhe ajo meriton të jetohet dhe jo të dokumentohet.